Policia në Kosovë ka arrestuar kryetarin e komunës së Mitrovicës Veriore, Milan Radojević, i cili ishte njëri prej personave që tentoi të përlyej me sprej obeliskun I Love Mitrovica, i vendosur në këtë pjesë të qytetit me shumicë të popullsisë serbe. Ai së fundmi ka qenë në qendër të vëmendjes pasi që mbuloi tabelat me emrat e rinj të rrugëve që përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës i vendosën në këtë pjesë. Ai u tha gazetarëve se ky është një tjetër akt propagande i lëvizjes vetëvendosje. Përveç Radojevićit, u ndalua edhe kryesuesi i kuvendit komunal, Ivan Zaporožac. Të ndaluarit janë pjesë e listës serbe, e cila është subjekt politik i kontrolluar drejt për drejt nga Beogradi zyrtar. Obeliski ishte vendosur nga pushteti i mëparshëm i udhëhequr nga ish-kryetari shqiptar Erden Atić. Pasi u liruan, Radojević u tha gazetarëve se pushteti lokal vetëm po i zbatonte vendimet që kishte miratuar paraprakisht. Për ngjarjen është prononcuar edhe policia e Kosovës, e cila theksoi se pavarësisht kërkesës dhe urdhërit për të ndërprerë dëmtimin, përkatësisht ngjyrosjen e objektit publik, të pranishmit filluan ta ngjyrosnin atë, për shkak zyrtarët policor u detyruan të ndërhyjnë. Pas largimit të serbëve nga institucionet e Kosovës në veri me iniciativën e listës serbe, tensionet u rriten vazhdimisht si rezultati i përpjekjeve të qeverisë së Kosovës për ta shtrirë autoritetin në veri të vendit. Gjendja u përshkallëzua në shtator të vitit 2023, kur një grup serbesh të armatosur sulmuan policinë e Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku.